يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet që qojnë a Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, edhe kësaj radhe do të flasmi për vlerën e Kur'anit dhe kjo është hutbeja e dytë me radhë që flasmi për vlerën e Kur'anit të Madhërisëm. Po ja tregojna këta që e përmendëm pak edhe në herën e kaluar, që ta dim pastaj pse ne hidhrohemi kur digjet libri i Allahut Azza wa Jall. Pse ne prekemi kur fyhet libri i Allahut Azza wa Jall. Kur ti shihni ato që i përmendëm në herën e kaluar dhe ato që i përmendëm tani, e shihni se sa i vlefshëm është ky libër. Ky libër i Allahut Azza wa Jall. Sa vlerë ka ky libër, sa i madhërisëm është, e që s'ka fjalë më të mirë se Kur'ani, libri i Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e përmendin në Kur'an për me tregu që është libri si libri më i miri. Allahu e përmendin në Kur'an kur tha Allahu nazzala al-ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya. Allahu Azza wa Jall tha në këtë ajet e zbriti Allahu librin më të mirin. Që ka disa ajete tha Allahu që pak i dokën dikujt që janë të ngjashme. I dokën që janë pak të ngjashme, vetëm se ato normali marrin vesh vetëm ata që janë të thelluar në Kur'an. Vazhdon ajeti taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kur lexohet libri i Allahut, të Allahu po tregon sa i madhërisëm. Një herë tregon që është libri më i miri, po tani po tregon se sa vlen ky në zemrën e muslimanit. Tha Allahu në këtë ajet rënqetën në zemrat e besimtarëve, rënqetën në zemrat dhe lëkurat e tyre, rënqetën kur përmenet dhe kur të lexohen ajetet para tyre. Thumë telinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. E pastaj, pasi që ti rënqetën zemrat, kur të lexohet diçka prej Kur'anit i rënqetën zemrat, e pastaj e përmendin Allahun, bojnë dhikr dhe fillojnë me ju zbutë zemrat e tyre. Apo e vreni se sa e vlerësoj Allahu Azza wa Jall si librin më të mirin dhe si libri cili ose fjalë e cila kur përmendet ose ndihet në veshjen e muslimanit të ndikan. Pastaj Allahu Azza wa Jall përmendi që para ta njerëz të cilët mirën me Kur'an, ata që e lexojnë Kur'anin, ata që studiojnë Kur'anin, ata që mirën me Kur'an, Allahu ja ka saktësu imanin e tyre. E që kjo është interesant. Allahu po ja vërteton. Allahu ja vërteton imanin e tyre kur tha Allahu Azza wa Jall alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Allahu than këtë ajet, atyre që na ja kemi dhënë librin, ata që e lexojnë librin me një lexim të këndshëm dhe të mirë, ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ata janë që i besojnë këtij libri. Pra mirja me Kur'anin, Allahu ta saktësoi me mirë, vetë pse mirë është me Kur'anin, për hir të Allahut Azza wa Jall, me studimin, leximin e tij dhe mësimin e tij, Allahu ta saktësoi se ta përmendi që ti je prej tyre që ke iman. Po e përmend me një hadith, të cilin hadith e ka transmetuar Imam Ahmedin, Musnedin e tij dhe disa të tjerë, dhe në këtë hadith ta pejgamberi alayhis salam tha inal Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hina yanshaqqa anhu qabruhu ka-rajul ash-shahib. Në këtë hadith ta pejgamberi alayhis salam në ditën e gjykimit, kur t'ja nisin njerëz me dal prej vorreve, edhe prej tokës me dal. Se na kena besimin
se që vdesmi, kena këtë jetë në këtë botë, por edhe kena me dalë para Allahut, me dalë edhe njëherë, me trup edhe me shpirë, kena me dalë para Allahut, azza wa jall. Dhe tha pejgamberi a.s. në këtë hadith, kur dalin ta, kur t'ja nisin me dalë prej tokës, Kurani shkon tek shoku i vet. Kurani shkon tek ai që ka lexu Kur'an shumë. Edhe Kurani shkon tek ai që ka mësu përmendsh, që ka studiu këtë Kur'an, dhe ka hes me këtë Kur'an, dhe ka punu me këtë Kur'an, i shkon të kryt, tha pejgamberi a.s. Edhe adini si i shkon, tha, ka rajulu shahib, tha shkon si një njeri i lodhur, i raskapitur, që veç me pamjen e ti, kur që shkon Kur'ani, si një njeri i raskapitur, veç me pamjen e ti, mi kallzu ati, që unë jam sebepi, tash Allah e ban njeri. Tha unë jam sebepi, do në mi kallzu, që ti e kanë lodhë në dunja, je raskapit, tu më lezu mu, e tu më studiu mu, e tu mirë me mu, tha e raskapit, unë e edhe tash në formën tonë dhe i tëtë, hal të arifuni, o ti njeri, që ajve së dulë prej vorit, dhe gëri sa kish me pas nevoj, për një dikan që ku dalmi para Allahut azza wa jall me njëherë, ato e gërsirat më na orë rrethit, edhe trishtimi madhë s'këshyre gërsira më të fluk më ty. Trishtimi madhë, bashkë që atëherë më të gjindë dikosh që ose po të përkrah. Edhe i tha, apo mnje mu? A i thët, me arifuk, jolla nuk po të një, s'pedi, cili jeti? A i thët, ana sahibaka al-Kur'an, alladhi adhma'tuka fil hawajiri, unë tha jam shoki jëtë Kur'ani, që ty të kam pas lodhë dhe të kam pas raskapitur, e të kam etur, je etur ti, për shkak që kur e ke lezu në Kur'an, kur e ke lezu në Kur'an që muslimoni duhet me agjeru, tha ti ke agjeru. Edhe në rregun më të madh të ditës, tha ti e ke lodhë gjuhën tonë dhe të kum lezu mu, edhe ke qenë agjerushëm, pse Allahu përmes meje të ka thonë. Tha pastaj i thët wa ashartu lejletek. Edhe unë jam Kur'ani, shoki jë tashtë, që ti përveç që ke agjeru, kur më ke lezu të onë që do të me agjeru, unë jam aj që të kam lanë në natën pa gjumë, se ti uqëshe mu falë natën dhe për mu falu duke me lezu Kur'an. Ose e merë që librin e Zotit Kur'anin, veç që lezejshe. Veç që lezejshe, unë tha jam shoki jë ta, kjo që edhe natën ta kam lanë ty e thët. Edhe ti thët, je i akthen plus i thët wa inne kulle tajirin më në vara i tijaratih. Edhe çdo njanit, çdo tregëtar ka me kanë pas tregëtisë ti, edhe ti je tregëtari më i miri. Pse i thot kështu? Thot ti je tregëtari më i miri për shkak se ti ke bot tregëti me Allahun azza wa jall. Për hatër të Allahut, për hir të Allahut, ti e ke agjeru, kur ke lexu që po ta me agjeru. Për hir të Allahut ti më ke kop mund dunjom ke lezu. Për hir të Allahut ti më ke studiu. Thot ti je tregëtari më i miri. Edhe i thot çdo tregtar është mas kokës së mallit të tij, është mbas mallit të tij. Hajde thot tash ti mbas meje, edhe shkojnë tek Allahu azza wa jall. Par përkrohje të madhe i ban Kur'ani robit në çato momente ku është më kritike, e kur shkon tek Allahu tha pejgamberi alayhis salam, fa yu'tal mulku bi yamini. E pastaj i ipet mbretëria, i ipet këtij njeri që është mirë me Kur'an, me këtë librin e madhërishëm, që është mirë me to, i ipet mbretëria në të djathtën e tij. I ipet mbretëria, dietarët kanë thonë, i ipet e bajnë mbret. E ban mbret Allahu në xhennet. Ka në xhennet shumë, vetëm se ata që jenë mirë me Kur'an janë mbretërit e atyre të tjerëve që s'jenë mirë me Kur'an. Edhe me thonë të drejtën, ata janë mbretërit në xhennet, por mbretërit janë edhe në dunja. Mbretërit janë edhe në dunja. Treke ke shtesë tonë, veç kështu një profesor imi që mësojsh atë herë Kur'an të aj, thujke prej saneve që akum po, që kam kapun shumë sane, po prej disove që s'ka mujt me arrit ndryshë se vetëm se përmes Kur'anit, tha isha dogara atje, dogara në Arabinë Saudite, tha isha një pozitë madhe. Edhe tha për nder të leximit që e bëshat Kur'anit, edhe që disha me lexumin, tha, më shtinën mërana nder qabës, mërana në qabe, të tërmëllakë, të katërorën, mëranda, tha. E që tha, me mua ishte, tha, edhe një shërbëtor, kur hini, tha, me mu, janisi a i shërbëtori, tha,
Ja nisi me kajta, shka ki? Thë vallaj, thona, tha, kesh ka vdes, i këtuhit jam, kesh ka vdes qëtu, se kam pasë rastin me hi atë. Ndërsa ti për i fundit botës ati ke ardhë, edhe hine para meje, edhe ma mundësove mu me hi. Ky hoqja të regan, ky hoqja shamsaj shataj, thëjke kjo është për shkak vlerës së Kur'anit. Pra Allah Azza wa Jall i jep, e banë mbretë në dunja, edhe së të kësoj dite. Unë vërtet, për vetën time po flas, i kemi disa shok që janë të nivellit lartë Kur'anit. Shumë me bo me ditë disa mesele, ko që shumë me ditë, po kur është ai, unë e heshti. Për shkak se ai është profi, është ma i veçanti në Kur'an. Pra i ipet të mbretëria, pra e banë Allahu mbret, e banë gjennet. Tjetër shka i ipet ta pejgamberëm, wal khuldu bishimali, edhe i ipet përjetësia, edhe përjetësia në të majten e ti, edhe tjetër ta pejgamberi wa yudau ala rasi tajul waqar, edhe në kokën e ti, i vënohet kurora e nderit. Keni pona herë për misione ose në për, kur i bon një, të naj kanë të farë dhurat, ati dojnë, vetëm se ka mundë si një kuror nderi, është e veçant, i vënet ati, edhe tha pejgamberi, la yakumu lahuma ahlut dunja, edhe ju veçkaq, por Allahu Azza wa Jall, jep kurorën e nderit, por shkon e merë edhe dy prindërit e ti që kanë lezu Kur'an, i merë, edhe janë një veshje të mirë, një veshje të shtrajt, një mantile të mirë, tha pejgamberi, la yakumu lahuma ahlu dunja, që këtë dunjoja mu qunë kom, ata pasanikat, ata që kanë shumë pore, ata pak pore, mi të bu pore të krejt, s'mujnë me ble atë mantil të shtrajt që Allahu javjep dy prindërve të lezuesit të Kur'anit, e ata dhe thujnë, bime kusina hadha, o Zoti madh, po qka banum na? Qka banëm na që na veshe këtë mantil ka që të shtajt. Dhe djetarë kanë tonë është mantil e nëzjeru prej gjenetit. Mantil e nëzjeru prej gjenetit janë vesh babës tanë edhe nonës tonë, të cilët do më kanë shku para ti dhe ti pastaj ke lexu Kur'an. Dhe je mirë me Kur'anin. E nëse është kështu çështja, atëherë nuk du të pritan asnjëri prej neve të mirët, vetë me Kur'an, pastaj edhe asnjë prej juve më spriton ti bjen të min, ato ku mësohet libri Kur'ani i Allahut Azza wa Jall. Vazhdan ata thonë o Zot, po prej nga gjithë këto, Allahu ja thënë bi ukhri waladikum al-Qur'an. Këto e keni për shkak që fëmijët e juve janë mirur me leximin e Kur'anit. Nëse është kështu, atë ti çka pret që nuk e qof fëmin tan me mësu edhe me lexu Kur'an, edhe këtë hadith e ka bon edhe Ibn Hajar al-Asqalani, ka thonë hadithi është i vërtet, edhe pse ka thonë hasan, edhe pse fundi hadithi kur t'ja jep krejt qitu pozita Allahu Azza wa Jall për shkak të Kur'anit, për nder të Kur'anit, a di çka i thuhet atij? Atij i thuhet iqra was'ad fil jannati wa ghurafiha. Tashti o Rabb, hajde hin xhennet, edhe ngritu larg, edhe në dhomat e xhennetit, çka larg ngritutët, fa huwa fi su'udin ma dama yaqra hadhan kana aw tartilan, tha pejgamberi, ai fillon mungjit tani përpjet në xhennet. Pambarësisht a ja nis mi lezu ajetet ka dale, a shpejt mi lezu, nëse shpejt i lezën, shpejt ka mund gjitë përpjet në shkatë të lartë atë gjennetit. Nëse ka dal, kërësurat e risot i hargjohën, sot lezë Kur'an, a ngritet përpjet. Kërejt këtu lavdata, kërejt këtu të mira, që Allahu po ja jep ka robit, në ditën e gjykimit, e që na boni neve me shanjbili, që nëse njoni dënë, me i respektu prindrit e ti që i kanë vdekur. Epse kjo është pjesë që jip të full për prindrit, po i rikthejmë edhe një herë, ndërsa që dënë me respektu prindrit pas së vdekjes së tij, le të mirët me Kur'an. Le të mirët me Kur'an dhe Allahu ti mvesh prindrit të tu me atë mantillën që na e përmendëm. Beri për me tregu dhe këto për përmendin nëse na dalku. Për me tregu se çfarë vlere ka ky Kur'an. Ky libër që na xhelozojna kur ky fyhet. Ky libër që na hidërohemi nëse fyhet e digjet. E që djegja dhe shkelja këtij libri ka më fol ma ankas, është krejt dalje për dinit. Është krejt dalje për dinit. Me bo njoni, me fy këtë din, këtë Kur'an, këtë libër të Zotit, me bo njoni, me shkel këtë Kur'an, me bo njoni, me djeg këtë Kur'an, pa të drejt, dhe qëllimisht, atëherë është dalje krejt për dinit. Në të regoj pejgamberi sa me një hadith që transmeton Imam Bukhariu, që vjen prej Ebi Musa al-Ash'ariu të radiallahu anhu, që tojtë se, për në të regu pejgamberi sa është i vlefshëm tash njëri që e lexon, henes shtes, edhe në këtë dunjë. Tha pejgamberi sa, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kal uturjati ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Tha pejgamberi sa, shembulli i një muslimanit i cili lexon Kur'an,
është sikur se shembulli i një portokalli i cili ka dhe aromë, erë të mirë. Edhe erën e ka të mirë, edhe kur e shijan është i mirë. Kjo është shembulli i njerijut që lexon muslimanit, që lexon Kur'an. Vetvetiju neja me to është e shishme. Neja me to është e rahatshme. Neja me to është e lezetshme. E pastaj kur t'ja nis tani me fol, edhe kur t'ja nis me të shpjegu henez edhe ma shumë vazhdon hadithi. Walladhi la yaqra'u al-Qur'an katamrati ta'muha tayyib wala riha lah. Mi po nëse një musliman tjetër, mos me thy muslimanin tjetër që nuk lexon Kur'an, edhe ai tha është i mirë. Ama tha, ajo është sikur hurmeja. Hurmeja s'ka aromë. Ama kur të shijan, është me shije të mirë. Ndërsa ta pejgamberi sa wa matalul fajr alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathali rayhan rihu tayyib wa ta'muha murr. Ndërsa ta pejgamberi sa që so jep vlerë Kur'ani edhe fajirit, edhe të përishtit, edhe fasikit, edhe dyftyrshit, edhe ignorancit, edhe atit pa fe që është faq islamin, a është i pa fe, edhe ato e ngrit Kur'ani. Tha pejgamberi sa shembulli i atij që është i këtij niveli dhe lexo Kur'an është sikur i shembulli i një lule e cila ka aromë të mirë. Veç pse po lexo Kur'an e krahasoj me një lule që ka aromë të mirë. Pse është i keq? Mi po kur të shijan me bëmë shiju atë lule, është ta e idht, ndërsa shembulli i të prishurit që edhe i prishur, edhe nuk lexo Kur'an, është sikur se shembulli i një handale ka thonë i një kungulli të egër, që erën e ka të keqe, kur ta shijan më tani të mit krejt. Ndërsa për këto inshallah do të flasim herës edhe më shumë për me tregu se sa i vlefshëm është ky Kur'an, ky libër i Allahut Azza wa Jall, kjo fjala më e mira që ekziston në rrugën e kësur, kjo fjala pa ndryshueshme prej atëherë kur ka zbritur dhe deri në para kiametit që do të jetë në tokë si fjala pa ndryshueshme, e atëherë Allahu Azza wa Jall prej nga e ka prunë e merë për pjetë prap dhe mbesin qitapët e tona mo pa fjalët e Allahut Azza wa Jall. Elusmi Allah të na falë të na mëshirë. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na ban prej lexuesve të mirë të Kur'anit dhe që ky lexim të na sjell dobi neve dhe prindërve tanë ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.